Përshëndetje shikuestë, televizioni Dugaxhini, emisionit Sheshëm. Jemi edhe këtë të diele pas dite, këtë të diel të nxehtë, sikur se kishim edhe ditë të tjera të javës, por që ne do tentojmë që brenda fladit tonë të cilin e kemi në studio, të sjellim receta, njëjti kemi edhe receta të freskuese, por mbi të gjitha mysafir që i kemi zgjedhur, më pas ose mysafirën që kemi zgjedhur, më pas dhe recetën e saj. Po besoj se sikur se çdo herë tjetër do t'ju lëm mesazhe të rëndësishme, por njëkohësisht edhe do t'ju tregojmë mbi profile të ndryshme të cilët pavarësisht gradave dhe rëndësisë që kanë në profesionet e tyre, nuk harrojnë të përkujdesen për mënyrën se si duhet me jetu mirë, shëndetshëm dhe në paqe me gjithçka. Sepse nëse ne jemi mirë me ushqimin, jemi në paqe përveç me stomakun, po edhe me mendjen njëkohësisht. Me mua sot në studio, me recetën e saj, kemi ftuar dhe që falenderojmë shumë që ka gjetë kohë me ardhur në këtë nxehtësi, mysafirën tonë që ndërlidhet me artin, sepse është arkitekten me profesion, është nën, është grua dhe ka shumë dimensionale. Me mua dhe me juve sot në studio është Heroina Lajçi Bardhi, arkitekte, të cilën e ftoj më bashku në studio. Mirë se erdhe. Qeta. Heroina, përshëndetje. Mirë. Mirë se erdhe. Mirë se u gjej. Si je? Mirë, faleminderit. A mujtë më shkut prej fëmijëve? Gjitha ko. Faleminderit që ju ardhë në studio dhe na jemi në mënyra të ndryshme, por që e rëndësishmja është që jemi maraklike me gatu. E vërtetë. Sa është për ty e rëndësishme të ushqyerit shëndetshëm? Jo gjithëherë shëndetshëm, sepse shpesh herë hajmë edhe sene që janë të shishme, po s'do me thonë domosdoshmërisht që i kanë edhe vlerat ato që kërkohen. Të ushqyerit shëndetshëm është shumë i rëndësishëm, po normal nuk mungojnë edhe tradicionalet, sepse janë diçka që krejt i kem qef, po gjithmonë është shëndeti në rënd parë. Sa gatun për fëmijët? Gatuj shumë shpesh. Dalim ka raste, po në raste të ralla. Edhe u thënë shumë edhe sa të pëlqen me hongër jashtë vendit? E më pëlqen, po jo edhe shumë, për shkak se tash fëmijët janë qif ma shëndetshëm, po gjej kohën edhe kur udhtoj me dal pak me këqyrë. Me kështu qakon. Faleminderit shumë që kjo ardhë, kjo është kohën dytë, ndërkohë kemi me folë edhe për recetën që e ke zgjedhur. Faleminderit shumë për këtë. Mundesh me kalu në kohën ku kemi gatu, edhe na kena me bisedu. Liresh mundesh me vazhdu. Me Heroinën tash kena me bisedu për recetën, po fillimisht na kena me falenderu sponsorin tonë të emisionit, dentistin e familjes, i cili sponsorizon emisionin Sheshëm me brendin e tyre, me klinikën e tyre për shërbime dentare, njëkohësisht është edhe pjesë me një lojë shpërblyese ku secilit shikues të emisionit Sheshëm, i cili i ofron do të thotë emisionit tonë receta të cilat ndërlidhen dhe kanë impakt të drejtë për drejtë me mirëmbajtjen e higjienës orale, por edhe të lëkurës përfiton një vaucher në vlerë 100 euro, që sot na kena me dhënë mysafirës tonë, sepse ka sjellë një recetë që ndërlidhet edhe ka impakt pikërisht që edhe ka përcaktuar dentisti i familjes, të rast doktor Alberti dhe Anita Syla, të cilët i falenderojmë shumë. Qa kena me hongër sot? Prej tje? Sot kena me bo një salat me rukolla, me ara. Unë këtë salat e përdori shumë shpesh në shtëpi, fëmijët e mi nuk është që e hajnë qatë shumë, se rukolla është pak ashtu po unë edhe bashkëshorti shumë e konsumojnë. Këto e përgadis me drilza ose me boronica, po kur mungojnë ato dyja me dardha është gjithmonë. Me dardha, po. Me parmezan, me vaj ullirit, sal balsamico. Edhe lehtë, edhe shëndetshme, po edhe shumë e shpejt. Shumë e shpejt me bërë. Nëse kështë pas kohë se më ke vetë kur vendosëm ose kur pranove me qenë pjesë e Sheshëm, me dëshirë thohem nëse kena kohë kësha bërë diqka qysh bën zakonisht në shtëpi, në recetë kështu që na merr kohë, po me që kemi minutat e rezervuar, çka kishe bërë, diçka tjetër që zakonisht e bën ose i gostit njerëzit që i fton në shtëpi. Na recetë që pavarësisht që e mbush tavolinën, po ato në kitë pashmangshme. Prej recetave të mia tiramisuja është një ndër kryesore që unë e përgatis shumë mirë, e krejt e pëlqejnë, po për shkak kohës kem vendosur me bë sallatën, se tiramisun e kisha përgatit kështu. Tamam. Është diçka që e përgatis shumë shpesh, shumë me qejf, edhe nuk mungon asnjëherë në spital. Zdi valla, veç ti nuk dukesh. Sa është me rëndësi
ose sa ndërlidhen arti i të vizatuarit, të krijuarit, në këtë rast arkitekturës siç edhe ti je, a e dikton pak a shumë edhe mënyrën se çu jeton, mënyrën që je marrëklikje me gatu, je marrëklikje në shumë dimensione, por që ndërlidhen me avnisnin. Që shpesh herë sikur po distancohen këta njerëz që po ndërtohen shumë profesionalisht. Po, pavarësisht çka je, nuk po milon këto gjëra anash. Pikërisht. Pak të mendoj ashtu, gatimi, familja, pastërtia, udhëtimet, që kom qef shumë i vojtin. Mendoj që këtu krejt shkojnë me një dimension përbashkët, arkitektura, gjitha. Arkitektura, sa menon që përjashta profesionit, po arkitektura jetësore e jona, sa varet nga dora jonë? A menon që na jena ata që zgjedhim çka me pas në jetë dhe qysh me jetu? Normal, na krejt jem pasqyre që asaj që jetojmë, e arkitektura është diçka që është vizuale, e projektume, edhe ndoshta çaj që je, personaliteti që je edhe në arkitekturë. Unë mendoj që secili ka personalitetin e vet në arkitekturë dhe në profesione të ndryshme. Dallojnë secili, Po, dallojnë sigurisht. secili. Fëmijët e tu sa janë kështu që fli me hungër, po edhe sa janë selektiv në mënyrat e tua. Janë shumë selektiv. Se bisedum në ma herët për qëta dhe i kam derivat janë shumë selektiv. I konsumojnë mundona, krejt gjanat mi provu, tradicionalet, të ushqimet e shpejta, si krejt që s'kena qef mi lanë fëmijët me konsumu, po është e pamundshme mi ndalu, rrasët rolla normal, po mundohem për krejtve me ja dole. Me ja dole. Nuk është edhe lehtë, sidomos kur ki të bëjsh me një punë e cila është që thojmë na me milimetra. Nuk do të me huq kur gjë, se po huqe diçka, masane e ki diçka të rrim total dhe një përgjithësi. Po besoj që kjo ta dikton edhe me qenë shumë e përkushtuar dhe shumë e kujdesshme edhe në këtë pjesën tjetër të familjes, të fëmijëve, të burrit, po edhe ma gjerë se shihesh që je shumë e përkushtuar ndaj familjes. Mundohem, normal se secila noni, se secila gru mundohet që me përkushtu në profesionin, familje, të gjitha, hobi, pasionet që i kem. Çka ki hobi? Unë e di për ata që nuk njohin. Hobi, fotografit ku qef shumë, më pëlqejnë, udhëtimet shumë më pëlqejnë. Sputi, diçka. A ke udhëtu për shkak se të ka pëlqy me njoft aristokracinë, arkitekturën e vjetër, apo nga kjo edhe mandej të është bë një diçka e pashmangshme, s'di lidhet në aspektin psikologjik pjesa e udhëtimit, kur na ndjehemi keq diçka, një bilet në aeroplan mëngjes edhe na mjafton. Normal, profesioni lidhet edhe me udhëtime, se për shembull shkojmë me eksploru vendet të ndryshme çka na nuk i kena këto. Ma shumë udhtoj për qef, me bashkëshortin, me fëmijët, dhe udhtojmë në vende të ndryshme. Të familjarët ka raste që shkojmë, herën e fundit jam kanë të familjarët e mi. Cilin qytet kishin? Në Gjermani, në Hamburg. Hamburgu është qytet shumë i madh, shumë i bukur. Është e treta herë ose katërta, s'po di sakt që jem kohën, po mirë është. Udhtoj edhe në vende të ndryshme, po tash pak ma problem se kam bebën e vogël. Po. Sa i ka? 10 muaj. 10 muaj. Bollë shumë, më thë dorën. Për që jemi Mundona, edhe pse fëmija i vogël, këta dy tjerë janë rritë, janë pavarësu pak atë shumë. A pe ki moralizimin e njerëzve, qysh po thë, fëmijët e vogël? Kujt vjallë janë fëmijët? Qysh po mundesh? Qysh po mundesh? Qëfar nore je? Qysh po josh janë rrugës? Apo të flanë po kiku me gjithë në gjumë? Po, si krejt që bojmë pytje, qysh po del, qysh pja del, qysh po mundesh? Menoj që na shumicën e kohës na vetë izolohemi, nuk na izolon jeta. Dhe ki definicionin ose ndomjen mes asaj se çka dojmë dhe qysh dojmë, e bojmë vetë, në ndjeni izolohemi vetë, se mendojmë që një ardhje re në jetën tonë, automatikisht na do nuk është për kushtim nëse nuk del. Jo, unë mendoj që nuk bën mu izolu, mendoj se secila non pavarësisht fëmija i vogël, fëmija i madh, profesioni, angazhime tjera, duhet me ja dal, duhet me dal ma shpesh,
mu socializu, mu pavarësu, krejt nonat mendoj që E e meritojnë, bilim pak të një shëtitje vogël. Një shëtitje, sot edhe nëse nuk dalim jashtë, nuk kemi nevojë me frekuentu aeroporte. Okej, mundesh me fillu lirisht me i përgadit Produktet për shkak që janë. Produktet, edhe në të njëjtën kohë po të tregoj edhe. Ju mundu me ta përshtat pak a shumë edhe ty, mënyrën se çka kom zgjedh. Unë sot kom zgjedhur me bë brusketa shumë nxehtë. Brusketa është një ndër ushqimet të preferuara të vajzës tem. Shumë nxehtë edhe normalisht çka do që han e ki atë ndjesinë e fajit, po edhe nëse nuk e ki ndjesinë e fajit, ndjesinë e mundimit, domosdoshmërisht po normal tash këto ditë nxehta duhet diçka pak ma thjesht, ma të që lehtë. mundesh me përballu, jo diçka rënd më shku që 1-2-3 orë mos më kthej. Shumë interesant me pas kujdes çdo ditë sa më shumë në ushqim. Unë kom zgjedh me përgatit me qëteme dhe musafirja që kam, brusketa me salmon dhe me këtë kremën që kush do e kush ka kohë, në studios kemi e bën këtë kremën me vaj krem ose me këto ajkat e kuzhinës, i shton me lmesa, oregano, hudër ose çka do që preferon, por që edhe qepën e rrit një mundesh me ashtu, mi blu, mi prejem e lym bukën edhe fetat e salmonit të tymosun. Mundeni edhe salmonin që është veç karpaccio kështu, po që shumë njerëz nuk është që e preferoj për shkak se halas janë mësu njerëzit me ongër senet të marinune. Kështu që na zgjatëm sot me pas të veç tymosun. Është shumë e thjesht edhe vajin e ullirit. Po që kena vajin e ullirit mirë, s'na huq kur gjë. Okej, lirisht mundesh me fillu edhe një pjatë. Po, lirisht heroin poshtë mundesh me marr. Unë po filloj me i ndo. Të marrë direkt për servim. A pe ki zara jo? E jo, është që krejt produktet janë gati dhe salata është e pastrume që shpesho unë. Po, unë salatën rukolla gjithë nuk e prej me thikë. Po shkak të hekurit? Po, e ndoj gjithë me dorë, po unë për vete, kur e konsumaj, nuk e prej heq. Nuk e prej. E ha kështu, krejt vetë pjesën e bishtave? Po, pjesën e bishtave me dorë. Me dorë. është shumë interesant kjo bota e perimeve gjelbërta, e bimeve gjelbërta edhe të përfshi dhe spanaqin, po dhe salatën e gjelbërt nuk thuhet që vetëm nëse i prejnë me thikë silikoni ose plastik diçka. Unë krejt me dorë një këtë të pjesë, se për shkak duket edhe ma mirë, edhe ma shëndetshëm. Po, ka njerëz që nuk mujnë. Po, nuk mujnë. Edhe koha, ndoshta nuk ju premton. Tash është koha ma e mira, edhe sezona ma e mira kur e konsumuan rukollën, tamam baby rukolla ashtu, që nështë rrallë vjena një a e thët kështu, se krejt janë të vogla dhe janë të vogla, janë shëndetshme, edhe këto pemët dhe perimet e sezonës normal që janë ma të mira dhe do të më shfrytëzu normal. Dhe kualitetin e kanë, tash edhe pak i kemi krejt vendit, diç kanë fillu edhe krejt vendit, po serave që i kemi. Heroin, prijarda jote është prej Dugagjinit. Po, pejës. Prej pejës, masaksisht. Peja karakterizohet me do ushqime shumë interesant. Po, ka ushqime të ndryshme, për shembull, s'podi qa. I keni do leqenika interesant, dallën për Gjakovës për shembull. Unë jam e martune anej në kapesa e Gjakovës, po dhe që është kur pejante dhe Gjakovarët e ka një farë luftë të heshtun me do receta. Po. Kujna është... Kujna i përket receta. Kujna i përket receta. Masa në i flijat, i keni dërsa në interesant pejat. Flin e përgatis shumë mirë. Edhe... Jashtë ta mrena? Jashtë. Jashtë me saqë. Ka edhe këtu recetat tradicionale që i përgatis, po... Fëmijët e tu, a janë ma shumë ka këto receta ta shtreja, pasta, gjana, salata, a i dojnë edhe këto tjera që na zakonisht një herë njoftë kina qef me shtyme një diçka tradicionale? Fillim, pak kanë hezitu, se si krejt fëmijët, po gjellat nuk është që i konsumojshin shumë, po tash tu provu. Imponimi. Imponimi i familjarëve normal. Edhe tash krejt gjithë të gjë e konsumojnë
nuk është që mbojnë tash, po pasat i kanë shumë për qef. Si krejt fëmit. Opcioni ma i leti, kur edhe nuk i ko, po edhe kur të bojnë, sidomos kur janë smuta diqka, një pasta të mirë, që mundohesh në shara salce me ja ba me perime, edhe me mshep me blender që mos mundohesh që ka kom rena. Ajo salc nuk po është opcion i keq. Okej, edhe one po i... Mundohem me ja dalë, po normal. Qërë, në vështirësi është problem me fëmijët të kësaj periude me rrit, edhe mos me pas vështirësi në mënyrën se qysh ushqenë, se ndikimi madh është prej televizionit, prej marketingut, prej rrjeteve sociale, varësisht sa kanë akses ata në telefona, edhe po edhe nëse s'kanë akses në telefona, mjafton me dalë dhe me po një hamburger që atje, një pizë që to. Është një farë tërheqje në ato që ti, une nuk jam tip shumë protektiv që jam ndaloj. Sepse menoj që duhet m'ja vjep her pasire, po jo me pas në rutinë dhe në mënyrë të përditshme. Jo, se tash është e pamundshme me ja ndalu krejt fëmijëve ato sende, se na kudo që shkojmë, kudo që jemi, janë prezent, edhe është pak problem ja ndalu, po nuk është që nuk kom qef mi konsumu fëmija mi çdo ditë ato, fajza e me kur shkon në shkollë, rast të shumë tralla, blen ushqimin në shkollë, e merr me veti, e konsumon, ato që e përgadit unë në shtëpi. Po, jonë me sa dijen edhe në shkollë disa regula se çka guxon edhe me marrë për shtëpisë. Sallatat janë të krejt? Sallata nuk merr, ma shumë merr pasta diçka që është ma e shpejt që mundet me hongër ma shpejt se për shkak të pushimit, po edhe ma lehtë, edhe diçka që nuk konsumon ose nuk lëshon erë. Erë, po. Kjo bilim me asadi prej fëmijëve të më është kryesorja. Mos me liru erë në klasë. Unë po i ly qëto, apo ki letë heroin? Po, shumë letë. Tash vazhdojmë rëkullën. Ta mund si shpe, logari që jo artë unë ose jam artë ti. Rëkullën veç e kom kry. Normal merë ko pak me dorë, ma zarë është, po, kur është ma shëndeshme, pëse mos me provu. Tash po vazhdojmë me një dardhë. është shumë e shishme, në shijet të ndryshme. Ata kanë qëllu dardhën, se familja dardha është e gjonë. Shumë e mirë. Nuk është që po vendosi shumë se për shkak dikush ndoshta nuk e pëlqen. Po është opcionale ma zande i sasia. Po, krejt kjo është opcionale për njerëzit që ka dojnë me konsumu. Unë e bëj një me rukoll, e bëj me bruznicat të thata, edhe me mollë gjelbërt. Po që i shtoj edhe dredza këto të sezonës, edhe ajo është shumë e shishme. Boronica, salatën me rukoll e kom konsumu edhe me boronicë. Boronicë të egër. Po, jo se keni anina, keni krejt lojet. është një prej salatave ma të preferume të mija që se kësha ndru, se kësha ndru. Po, edhe supat që përgatitën në shpe, me blender, me ato janë shumë të mira, normal janë edhe shëndetshme, po edhe shumë i konsumoj. Tash vazhdoj me arat pak për i grim, se janë pak të mdoja. Qëfar salce ke vendosë me shtu, a vaj ulliri? Vaj ulliri edhe balsamiko. Balsamiko. Po, peshat që ka balsamiko. Edhe kjo është opcionale se dikush nuk e pëlqen shijen e balsamikos. E balsamikos, po. Mund do të lemon? Po, unë e preferoj edhe e përdori shumë shpesh. E ka me në shpesh çdo herë. Dardhen, dardhen e kom provu në mish viqe. Nuk e di, tepër e mirë. Me kretë me lmezat, me kretë mënyrën që e bën, po me ishtu po dardha që është shumë e gjelbërt dhe fort, kjo një dardhë që është. Për shkak se mishi don kohë me najtë në furrë dhe nëse është prej dardhave të verdha si këtu, ajo bëhet purejk komplet. E dardha e verdhë shumë dhe e fort shumë i qëndron edhe i reziston mjaftu shumë edhe nxehtësisë. Tash po vazhdojmë me djathin parmezan. Një lugë e vogël. Thik? A lugë? Jo, një lugë e vogël. Përshoj që ka qëto. Vazhdojmë me parmezanin. Edhe na më rritëm të salmoni. Më duket që gati, ja? Kjo shumë e shpejt. Kjo është kur
dikur vën, të lajmëron dikush që po vjen, me pi qaj edhe s'don vesh me këto frutat e tota, po hajt marrë edhe diçka. Sot opsionet po janë shumë të mëdha, me prit dikon mirë edhe me nderu, se fundja e nderon, se sot secili di me përgatitë diçka, ose edhe nëse nuk dini nuk ka kohë, ka ball mundësi. Po. Sot gastronomia në Kosovë është jashtëzakonisht Shumë e zhvilluar. Po që kur të marron me durtua, është respekti dy fesht. Unë menoj është ma shëndetshme, është ma e shishme, nuk është diçka sikur e blen, sikur që e provon vetën shpe edhe të vazhdojmë me salcën balsamiko, nuk po i qes shumë, se po e ndardh, salca është e ndronë një farshie, e bën tepër të mirë, edhe me vajin e ullirit. Kur e marrën këtë sallatën në shtëpi, zakonisht urejnë me çfarë me çka e ki tryezën, menua ose pjata kryesore. Kryesisht mish. Mish. Me sa ditë ti mishin nuk e konsumon shumë? Jo, shumë rrallë, shumë rrallë, se nuk më pëlqen. Nuk më pëlqen, nuk ndina mirë kur e ha, ndina shumë. Kretë llojet e mishave? Ura? Kretë llojet e mishnave? Kretë. Raste shumë të rralla, ka njerë është. A ke mendu me u kthy vegetariane? Jo. Se mendoj që... Po mendoj që është e ronë? E ronë është. E ronë. Kam provu njerës, kom po edhe miqt me, kam provu edhe në vegan me kalu. Po është një sfidë e madhe me vete. Edhe mendoj që organizmi njerit i donë edhe që të tjerat. Edhe fuqia nështë nuk është çdo herë në një produkt që ti eviton, po që nështë pikërisht për shkak mungesës që ati produkti, organizmi jëtë nuk mundet me u rikoperu dhe nuk mundet me... Për sa të arsye nuk kam mendu mu kthy. Nuk është që më pëlqen mishi, po tash e kam edhe si një ndalume. Kështu që shumë mirë. Alergji e ki, apo... është alergji, apo... Për shkak të migrenes, unë normal i kam edhe disa pjesë tjera të ndalume, për shembull parmezanin që unë shumë e pëlqej, kashkavallin shumë e pëlqej, gjithmonë është në shtëpi, bananja, po mishin e kam hek. Te fëmijët e mi jo, po. Te familjarë tjerë jo, po veç te vetja. Te vetja. A është zot për shembull kur kiksi selektime. Po nështë ta gjellën e njëjtë, veç ja hek mishin. Gjellën e konsumoj. Po. Gjella e njëjtë, po për veti mishin se konsumoj. Po, mishin se konsumoj. Veç e heki. Unë po jashtoj edhe pak limon, se dyqysh produktet e detit e dojnë që të qysh limoni me... Po. Me pas. Krype nuk e vendosi, se më duke që ja hup pak shije në salatës, se ka shije të ndryshme këto, balsamiko, dardha, është pak e ambel, parmezani, vaj i ullirit, edhe krype është krejt opcionale, kush e dan. Ja shton. Ja shton, kush jo. Unë zakonisht shumë pak shtoj kryp në sandet që i ha vetë. Da, mon po duke është që ki kontrol, kështë pak ma të madhe se që duhet në ushqime. Kjo është definitive shumë e mirë për shkak se kripa, ose nështë tre vrasës kryesor në ushqim janë mili, kripa dhe sheqeri. I deshëm, si deshëm, po që pak ta së mujë me funksionu. E si dhe mos në asë shqiptarë. Në në qëto tria i në konë funksionu kryesisht. Mili, normal. S'ki që shmija dalë, për shembull, se janë fëmijët selektojnë diçka tjetër, familjarë tjerë, diçka tjetër, po, kur dëmë diçka për veti, ose e provon, ose se provon, mund është veç për veti. Opcionale, po. Opcionale është. E lënë opcionale. Unë e përfundova, më duket që edhe ti ju ke afruar? Unë e kom përfundu. Mendoj që Ta shumë, në den pak ma që ka dhe ti, po sa bukur. Po i bje dhe pjatën tem edhe një 2-3 minuta dhe disa pytje, se para se me hynë emision të për bukur për duket, shumë bukur. Para se me hynë emision folëm shumë për ndërtimin tonë si profesioniste në fushën arkitekturës. Sinon, sa është zarë, se unë i di që njerëzit në arkitekturë punojnë shumë gjatë. Tash për shkak të fëmijës vogël, nuk punoj. Në përgjithësi? Po, është e vështirë, se po e kam edhe bashkëshortin. Nëse njëjtim të fushë? Është inxhinier ndërtimtarisë.
ja, këtu janë profesionet si ndryshme që nuk bojnë asnjëna pa njëra Pa tjetrën. njëra tjetrën, po. Absolut, po tash momentalisht nuk jam të punu, derisa të rriti fëmijën pak, se fëmija ky pak i vogël, të tjerë janë rrit, po është pak profesion i vështirë. Se lyp për kushtem, lyp për qëndrim, lyp angazhim shumë të madh, diçka që është me pamje, me jetën, ndoshta edhe Është përgjithësia shumë e madhe. Po. Sa është i kërkuar dhe sa kanë filluar njerëz mu vedisu se na kena punu kotrom që thonë kështu. S'kena punu me arkitekta. Njerëzit e kohët të fundit janë vedisu shumë. Ndoshta edhe lypin diçka që ti se din, ose ai nuk e din çka po don, po ti mundesh me kërkesat e tij e din, e qet ato në letër. Po jo çdo ide mundet mu përputh me klientin për shembull, ose po mirë, arkitektura është diçka që unë e du, e kam dashur gjithmonë, edhe kam e vazhdu me bo, edhe pse tash nuk punoj, kam e vazhdu me bo. Kjo është relative. Se unë për ata jam shkollu edhe kam kry. Ki kry studimet në Kosovë? Po. Sa ka femra, sa ki kolege në këtë? Tash arkitekturën, shumë kam kolege, shumë vajza e kryjnë arkitekturën. Jo pse është i lehtë ose pse është i vështirë, po pse janë ndoshta më të përqendrume, më të përkushtume, edhe në vija detaje. A vjen durim shumë? Vjen shumë durim. Lyp shumë detaje, shumë me kom precize, me pas pak nerva. Nerva. Hajde të përkthina ndrysh. Se që kemi nerva, si gra shqiptare, po. Përderisa arrim me qëndis ma herët, gratë, femrat kanë dërgu paj ose qajz. Dhe ato punimet e tyre, kujtoj gjyshës tem, dhe disat nanës tema të modernizume, por që e kanë dash këtë fokusin, përqëndrimin që sot ti e ki në letër, në centimetra, në gjithë qka që të vynë, nështë e karakterizat femna në durimi, për qëta edhe e dojnë. Po, femna është e kryume për me vizatu, s'po di që më shprej ma ndryshe. Kjo është, vizatimi është art, arkitektura është art. Normal, na jem, për shembull, edhe nëse nuk do këtë bukur, me ngjyra, arkitektura është art. Sa gjenë vretje sot në ndërtim? Shumë. Për shembull, se na tjerë që nuk jemi prej kësaj fushe, mundet më navdok ose mundemi me vlerësu veç si bukur. Po besoj që jo sheni përtej të bukurës, e sheni strukturimin, mënyrën, ato çka i do arkitektura. Ose a sheni edhe rreziqe? Të bëhemi më të sinqert. Tash punojnë shumë mirë, shumë preciz, ka arkitekta shumë mirë, inxhiniera shumë të mirë, edhe punojnë, domethënë, me shumë përkushtim. Nuk është sikur përpara që ka qenë për shembull, hajtë se për marrë një shtëpi dikon Pinterest ose me ndonjë punëtor. Po, edhe e kom gjetë një punëtor, ai e din projektin, ai ma vizaton një skicë, se nuk po du shumë e pagua për den. Po tash nuk është ajo se ti kur shkon mas pari kur e bën projektin, do me ndërtu një shtëpi, ti duhesh me marrë leje, pa e pas projektin, nuk mundesh këtu sa me një plëcu. Po shumë mirë, ta shoqër që janë vedisu njerëzit edhe po vazhdojnë me trendin edhe po vazhdojnë mu vedisu. Edhe me pas shumë funksionale, në është ta një hapësirë, që nuk mundet me ta bua një person që nuk është i profesionit, i fushës. Se sot, në hapësira që kemi, na duhet me qenë funksionale edhe një 50 centimetrësh, do me shfrytzu për një diçka. Normal, pjesa e shfrytëzimit duhet mu qitë edhe ajo në letër, edhe duhet me ditë jo pe bëj një shtëpi, po hajtë pe loqat pjesën se më vynë diçka, po dhe nuk mendoj që ashtu që është funksionon. Unë për veti kur u thëj shpesh na ka ramu këtu, kogja mirë dhe kogja shumë, dhe kena bo arkitekturat ndryshme, dhe kur she arkitektur kryesisht 200-300 vjetë, 100 vjetë, i keni një ndjesi të inferioritetit nështë, se nuk kemi kur gjë të vjetër të rujtë në vend, edhe ato që i kemi pas, i kemi restauru, ju kemi baj, kemi fasadu dhe nuk ka asë një element të kohës kur edhe është ndërtu. Se di,
çka mund të na karakterizon këtë fushë? A menoni që ka diçka që është në rënime sipër, po që duhet pak një zoma i fuqishëm me rujt edhe me jep pak theks e fokus. Prishtinë kam pa në përlagje më të filla. Ka, janë disa, po kryesisht janë në zhdukje. Unë nuk e di pse nuk shkon kjo në përkujdesin e UNESCO-s, më rujt këto trashëgimitë Qa ka Kosova në UNESCO? A ka diçka? është Muzeu arkeologjik, me sa di? Është, a nuk jem shumë sigur. është kisha ajo katedralja e Pejes, ortodokse. E kom pa që është në UNESCO, tash më e kom vizitu para një kohë. E Prizrenit? Është një pjesë e vogël? Mulliri, jo, Prizrenit është hamami, nëse nuk gabaj. Qofë shumë të gabum, po aqë sa di. Me aqë sa e di, janë disa monumente. Janë disa, po kur vazhdon restaurimi i këtyne monumenteve, këtyne i hup vlera, i hup pamja që shka qenë, ti nuk mundesh me pa diçka, për shembull se fëmija jam kur unë i tregoj diçka që kjo është sa mi vjet ose pse nuk do këtë që shtu që s'u kon fate që ma ke tregu. Po. Mendoj që du të miruj që ato vlera, që ato trashëgimit kulturore. Nështë edhe kjo përfshirja jonë në shumë luftra, që kemi qenë në sundimet në to, e ka dëmtu këtë pjesë, po tash Kosova unë e kom vrejt edhe me sa kom udhëtu, në përmendet tjera i rujnë shumë këtë pjesë. Kosova vazhdon veç me ndërtime treja, do me thonë, edhe shtëpiat që i kem, kanë fisht vazhdu, po zhduken, po ndërtojnë ndërtimet larta, objekte. Edhe kur ndërtojmë, nuk ndërtojmë në frymën e mahershme, diçka e re, po në një format, në një dizajn ose në një arkitekturë, si që ka qenë shambull para 50 vite, 60 vite. E di në shtëpinë e Devës, në Mitrovic, pa të qenë një diskutim publik shumë i madh për shkak të mbrojtjes që dashte me marrë. Dhe aty e kom pa se sa ka fërkime, sepse jemi ende një tension politik dhe nështë kjo e dikton paka shumë edhe ruajtjen e trashëgimisë kulturore që është shumë e rëndësishme. Por që zoni i arkitektave mendoj që tash ka fillu kjo farë fuqia ose fryma e arkitektëve me medaljen pa, me mirujt të trashëgimit e vjetra kulturore që janë, po hala nuk është që konkretisht ka prek. Nuk preken hala shumë këto të tjerma, këto objekte që na dojmë mirujt për shamu. Po, nuk është keq. Sigurisht. Kemi objekte të vjetra, për shamu karakterizohemi nga objekte të rëndësishme, si shumë Biblioteka Kombëtare e Prishtinë, që edhe identifikohet Prishtina dhe Kosova në përgjithësi, për shkak të nisit që të paktën na dëshirojnë me identifiku në atë mënyrë dhe ka gjana, po besoj që na duhet pak kohë që edhe disa që kemi modernizu gradualisht me i kthy në të vjetra se si kanë qenë, se fundja turizmi nuk zhvillon për modernën, turizmi zhvillohet, sepse modernja sot është gjithka. Turizmi zhvillohet mbi diçka që është në zhdukje ose është në rujtje. Sot kur ne udhtojmë, nuk vizitojmë gjona të cilat i shohim në Prishtinë. Jo. Po ecim dhe shohim një katedrale, një xhami, një muze, një çka do qoftë. Dhe po besoj shumë që zoni juve ka me rujt këto, ose ka me bëha diçka një politikë që e restauru ndrysh. Besoj që ka me vazhdu restaurimi i këtyne objekteve, por në mënyrë mos mi prek ndryshimet, po me mbet që ashtu që shjon, edhe normal mi rujt ato, mos mi dëmtu, mos me edhe me shku me vizitu sa ma shpesh. Që kjo është më rëndësi. Sa do e vogël qoftë edhe veç një temel që është edhe Ulpiana sot, po me vizitu që besoj që nështë ka shumë kosovar që ende nuk kanë qenë vizitu. Edhe shumë për tyre udhtojnë shumë jashtë vendit, por që Ulpianën se kanë vizitu dhe kjo paka shumë më meriton shumë. Për shkak se jemi kurishtarë me pa të hujen, po tonë nuk e vlerësojmë shumë. Po bëhet mirë. Mirë, besojmë që ka më bëhet mirë. Me rëndësi me pas këtë shkëndije, ose këtë qefin dhe dëshire me udhtu edhe me mësu. A din që menoj që sot njerëzit udhtojnë shumë ose bojnë udhtime ma shumë turistike, jo luksi, ose kulturor, turizëm kulturor.
dhe për diri sa bojmë turizm kulturor, na kena mu vedisu dhe na shta kena me rujt, tani mu këthy dhe me rujt tonë, se kena me po atje po një qeshme të vogël dhe pas shumë vlerë për diri sa na kena shumë sene, sidomos pjesa Dugagjinit. Pjesa Dugagjinit ka shumë. Gjakova, Peja, ka në çdo cep të rrugës kanë diçka që mundet me ju vroni plakat në rujtja për më zhvillu turizm. Kem shumë sende me vizitu, që mujnë njerëzit me shku me i po, me ju të rëgu dhe fëmijëve vetë, qka, kur o ndërtu, qësh o ndërtu, pse o ndërtu, pse është prish, Po. pse është restauru prap, po mendoj që nuk është shumë, nuk janë shumë vedisum për qëtë pjesë. Po. Unë edhe bashkëshorti jam, thojmë Eden, po thojmë shumë shpesh, edhe fëmijët çdo herë i dërgojmë në për objektet ndryshme që mi po, edhe i shtim mrenda, ndoshta mundësit janë shumë pakta për mi mrenda mi vizitu, po ja dalim diqysh, veç për me po ata dhe me rujtën kujtesën e tyne, se unë jem kanë qëto edhe di, e kom pa qëtë objekt, ose kur fillojnë edhe rriten edhe vedisohen. Që lëndën e historisë më të mësu libra. Po, veç me prek. Nësi kush i ka mundësit, Po. është tani ma e mirë që ja bënë thmive, nështë ta ma shumë se sa mi që thmit jashtë shtetit për shopping. Normal, asa pjesë nuk bënë me lanë. Ajo është e mirë, po nuk e karakterizojnë besoj njerëzit që u thojnë për turizm kulturor. Heroin, të falenderoj jashtëzakonisht shumë që na ardhë u kënaqja ma vetë me ty, edhe për recetën që ke sill. Receta është çështë unike sa edhe ti vetë. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi e jemja, edhe vjen mirë. Shpresoj që duket bukur, po shpresoj që kam u dukt edhe mirë me hongër, që me hongër. Ka një herë është shumë me rëndësi edhe që shduket edhe kur janë të dyja bashkë, gërshëtohen bashkë edhe në shije edhe në dukje, s'ka ma mirë. Faleminderit shumë për ftesën, ishte kënaqësi e jemja. Faleminderit ju. Faleminderit shumë që keni qëndru me neve, deri tash voucherin që tash nuk e kena, se pas kam harru, po që mysafirës tonë ja dedikojmë një voucher në vlerë 100 euro për mirëmbajtje estetike dhe dentare nga dentisti i familjes. Recetat i qeni në fund të emisionit dhe ne shihemi të dielën e ardhshme. Deri atëherë mirëmbëjtje.